Këtë konferencë kem thirr lidhur me gjendjen e fundit në sektorin e energjisë dhe reduktimet të cilat kem qenë të prekur secili prej nesh. Pra, rikthimi i reduktimeve të energjisë elektrike është dëshmi e qartë se keq menaxhimi dhe menaxhimi skandaloz i këtij sektori të energjisë në Kosovë ka ndodhur që disa ditë të fundit. Kjo qeveri e territ nuk ka investuar asnjë cent në shtimin e kapaciteteve të reja energjetike, ndërkohë që ka shpenzuar më shumë se 1 miliard euro për gjatë tërë mandatit të saj për import të energjisë elektrike nga shtetet tjera. Për të ardhur në këtë situatë absurde, ka vetëm dy shpjegime të mundshme. Ose kemi të bëjmë me pavësi dhe keq menaxhim të plotë në qeverisje, ose kemi të bëjmë me kapje të sektorit të energjisë dhe hajnisë të organizuar nga mafia energjetike në krye me Martin Berishaj e Vuk Hamovicin. Të shpenzohen 1 miliard euro nga qytetarët për import të energjisë dhe të mos investohet asnjë euro në kapacitet të ri prodhues që do të shërbenin gjeneratave të ardhshme, është veprim i dëmshëm dhe i papërgjegjshëm ndaj të ardhmës së Kosovës. Sot, këta njerëz po e lënë Kosovën në terr me një njoftim të thjeshtë në rrjetet sociale. Qytetarëve u thuhet se reduktimet po rikthehen, sikur të ishte fjala për një çështje të parëndësishme e jo për një problem që prek drejt për drejt jetën, shëndetin dhe ekonominë e vendit. Sipas njoftimeve zyrtare, është thënë se nominimet e pamjaftueshme nga KESCO po rrezikojnë stabilitetin e sistemit energjetik. Ndërkohë, përpjekjet për të hedhur përgjegjësinë nga një institucion në tjetrin janë dëshmi e qartë e mungesës së përgjegjësisë dhe transparencës në këtë sektor. Ju kujtohet, ata dikur thoshin se familjarët i kanë vetëm për dasma, sot pothuajse në çdo emrim që po bëjnë, po i shndrojnë institucionet në stre për emrime partijake dhe familjare. Emrimi i nipit të deputetit të vetëvendosjes Ejup Maqedoncit për drejtor të Kostit flet më së miri për kapjen e institucioneve energjetike në vend. Kjo është hallka e fundit në sektorin e energjisë që tashmë ka rënë komplet në duart të pushtetit. Sa për dieni, ky që sot është emëruar drejtori i Kostit është bashkëpronar i një kompanie private të energjisë. Dhe ju e dini të dashur gazetar, nëse ke një kompani private të asaj lëmie dhe je në krye të institucionit më kredibil dhe adekuat të këtij sektori, keqpërbërimet janë të paevitueshme. Ndërkohë që vëllezërit, motrat e të afërmit e tyre po emërohen në pozita drejtuese, fëmijët në shkollat Kosovës mbesin pa rrymë dhe u ndërpritet mësimi. Institucionet shëndetësore, spitalet dhe shtëpitë të shëndetit përballen me reduktime, e institucioneve ju mungon edhe ngrohja duke krijuar kushte të vështira për punonjësit dhe qytetarët dhe duke cenuar ofrimin normal të shërbimeve publike. Ndërkohë që prodhimi i energjisë elektrike në Kosovë ka shënuar rënje nga viti në vit, e kërkesa për energji ka shënuar rritje vit pas viti, nevojat e jashtëzakonshme për import të vazhdueshëm me përfitime për mafinë energjetike ka bërë që fakturat e energjisë elektrike për qytetarët dhe biznesit të shndrohen në një barë të papërballueshme. Fatkeqësisht, të dashur gazetar, pritet që në mars të kemi sërish ngritje të çmimit të energjisë elektrike. Për këtë gjendje alarmante në sektorin e energjisë, Lidhja Demokratike e Kosovës kërkon nga institucionet e drejtësisë që të nisin hetimet e menjëhershme për zbardhur këtë keq menaxhim të sektorit jetik të shtetit dhe me themelimin e Kuvendit të Republikës Kosovës do të kërkojmë hetim të menjëhershëm parlamentar për të sqaruar përgjegjësitë për krizën aktuale. Do të kërkojmë auditim të pavarur dhe të plotë të shitblerjeve të energjisë elektrike, si dhe departizim të institucioneve energjetike pasi emrimet e fundit dëshmojnë një tendencë shqetësuese të partizimit të sektorit energjetik duke cenuar profesionalizmin dhe pavarësinë institucionale. Të dashur gazetar, Kosova duhet të nisë menjëherë investime në kapacitete të reja prodhuese, në mënyrë që të mos mbetemi peng i importeve të shtrejta dhe krizave të përsëritura. Rruga përpara është ndërtimi i centralit me gaz, për cilin Lidhja Demokratike e Kosovës ka kohë që kërkon dhe ofron si zgjidhje të vetme konkrete për sigurinë energjetike dhe sigurinë kombëtare të vendit tonë.
Unë alarmova pak më herët se në mars do të kemi prapë ngritje të çmimit të energjisë elektrike, për shkak se vendi ynë ka qenë i varur nga importet e shtrejta të energjisë elektrike dhe rrjedhimisht ato importet e shtrejta do të pasqyrojnë faturat e ardhshme ose tarifat e ardhshme. Unë kisha më i bë thirrje edhe operatorëve ekonomik, të cilët furnizojnë me energji elektrike, por edhe zyrës së rregullatorit të energjisë, që ta kenë parasysh gjendjen ekonomike dhe financiare të qytetarëve të Kosovës, sepse kjo gjendje veçse është rëndu dhe fakturat e energjisë elektrike tashmë janë të papërballueshme edhe për familjarët, ekonomitë familjare, por edhe për bizneset të cilat mund ta keni edhe ju në njohurinë e juaj që kanë mbyll bizneset e tyre dhe janë larguar nga Kosova për shkak të kostove të larta të fakturave të energjisë elektrike. Faleminderit për pyetjen. Siç e dini, në programin e saj, projekti kryesor i rrugës së re ka qenë dhe mbetet centrali me gazin amerikan për t'i dhënë Kosovës energjinë elektrike të mjaftueshme. Pra, plani ynë edhe sot qëndron ndërtimi i centralit me gazin amerikan, pra shtimin e kapaciteteve të reja, për shkak se nëse nuk e bëjmë një gjë të tillë, do të varemi nga importet e shtrejta dhe asnjëherë nuk do të kemi stabilitet energjetik dhe rrjedhimisht nuk do të kemi as siguri kombëtare dhe energjetike. Pra është jetike që centrali me gaz të fillojë sa më shpejt në mënyrë që qytetarët e Kosovës të kenë stabilitet energjetik me furnizim të energjisë elektrike. Në pyetjen tjetër, jo, nuk ka pas ndonjë diskutim të tillë, kem pas tema të tjera për të cilat kemi diskutuar atë ditë, po nuk ka akoma, nuk është temë, sepse edhe kuvendi, siç e dini, nuk është konstituar akoma, kështu që ka kohë për këto tema. Në momentin kur unë kam ardhur në Lidhjen Demokratike të Kosovës, jam marrë menjëherë me programin energjetik të Lidhjes Demokratike dhe ofrimin e zgjidhjeve konkrete, me që rast kam hartuar dhe dizajnuar këtë pjesë të programit tonë të madh. Nuk mund të marr përgjegjësi për të kaluarën kur unë s'kam qenë në Lidhjen Demokratike të Kosovës, marr përgjegjësi për atë që sot kam hartuar dhe si zgjidhje kryesore e sektorit të energjisë mbetet centrali me gaz. Dhe për këtë do të jem garant në çfarëdo momenti dhe në çfarëdo kapaciteti të cilin unë do të ndodhem. Pyetje tjera? Normalisht për krizën aktuale energjetike? Ma bot shefin që mi bot disa pyetje, kështu që ju përgëzoj. Faleminderit shumë për kohën. Takohemi herave tjera. Mirupafshim.